Kjo salla s'unë e di ku është. Kjo salla është, mos them që është pothuajse në një kat underground. Po, është nën tokë. Dhe pse e di se kam qenë një event tillë të madh para. Është nën tokë. Prandaj thash që, shiko, le të themi edhe që të futesh aty presidentësh të Bashkuara, se di, sidomos në këto situatë. Nuk është i vetëm president që ka zhvilluar takimet aty dhe presidenti Trump e ka ngritur shqetësimin edhe tani që po t'ishe bërë sallë e ballëve, pra duhet edhe e ka ngritur këtë dhe me këtë rast kërkon që edhe ta promovoj si mundësi për ta ndërtuar. Edhe sa fonde shtesë ta marrë. Patjetër, edhe patjetër s'ka arsye pse mos bëhet. Nuk ka shteti presidenti i vendit më të madh në botë të shkojë, mos ketë një vend ku mbajnë ballë me 2000 me 3000 veta sepse kjo sallë mban një deri në 4.500 veta. Po pra, dhe prandaj zgjidhet kjo sallë që është edhe afër shumë institucioneve aty brenda qytetit kryesor. Po është afër shtëpisë Bar. Edhe afër shtëpisë Bar. Tani nuk mundet në këtë hotel të mos ishe marrë nga ekipi i sigurisë me ditë përpara dhe kur kryen evente të tilla, patjetër që edhe banorët e hotelit do të shqetësohen pak. Se e kanë marrë parasysh. Pra një kontroll valigje, një kontroll i skanuar i gjitha ambienteve. Qofte edhe rreshtë në parë sigurisë tonë. Po, pra. Jo, ka hyrë, në radhë parë i ka hyrë me armë brenda. Në radhë dytë duhet ishte skanuar sa ditë qëndrimi kanë banorët që janë brenda atij hoteli. Nëse dikush ka 10 ditë dhe planifikimi për të kryer një aktivitet nga presidenti është aty, patjetër që duhet ishte gjetë mënyra edhe për të shqetësuar ajo dhomë. Edhe për të shqetësuar, se në fund fare prevalon siguria dhe siguria e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës është shumë herë më rëndësishme se çdo siguri tjetër. Dhe pse jo mos nëse ky person ka hyrë 2 ditë apo 3 ditë, ky s'do të ishte hyrë brenda atij ambienti pa u skanuar dhe valixhet. Okej, ti ke rroba dhe sende personale, po ka detektor sot që i kanë siguria, shërbimi sekret amerikan i ka, s'ka nevojë t'i hapi fare. Me një skanim arrin ta pranoj arrin ta skanosh edhe të shikosh. Askush aty nuk do të ishte futur. Aty ti merr kush kryen shërbim, kush janë firmat kontraktuale që furnizojnë dhe mbështesin hotelin. Ti merr aty kush janë personeli që kryen shërbim. Ti do ta kesh skanuar të gjitha ato ambient. Dhe kur të vim te e fundit fare, si ka mundësi që një person i cili nuk është i trajnuar, se mund të kishim rastin një person i trajnuar, të vesh me një uniformë të shërbimeve sekrete dhe plotësisht ushtarake që mund të arrihesh dhe të futesh edhe deri te dera. Nuk po them që mund të arrinte të ekzekutonte, por duke u veshur me një uniformë dhe po të ishe i financuar nga vende jo mike, mund të arrinte edhe këtë. Kurse ai i vetëm me veshje pa antiplum, pa asgjë, arriti ta çaj hyrjen e parë. Një agent shërbime sekrete. Goditi dhe kaloi me një shpejtësi e frikshme, ndoshta kemi edhe pamën që. Po pra, kaloi me një shpejtësi. Dhe unë për vete po të isha pjesë e drejtimit. Ja personi që ashtu dhe godet edhe agentin e parë, i cili më pas shtini parë, dhe ai thonë që është agenti që është pegosur, pra dhe shikojmë që e ka kaluar me shpejtësi skëter. Ja, shikojmë këtu dhe i gjenë komplet pa përgatitur të gjitha agentët. Prandaj po them, nuk mundet kurse si siguria e presidentit Trump të jetë në këtë lloj forme. Unë të isha drejtuesi i kësaj njësie, unë do të kisha shkarkuar gjithë zinxhirin, pastaj do kisha të ndërhequr. Por Skënderi mendon që ka diçka më shumë se kaq Skënder për batut më tepër, se flasim pak për batut se tani pa pasur prova është nuk është fare logjike dhe me vend që të ngresh hipoteza. Ajo që tha profesori nga Amerika është vërtet që unë sot po shihja dhe disa sondazhe ku edhe vetë publiku amerikan është skeptik në lidhje me spari me vërtetësinë e ngjarjes, sepse Amerika e tillë është, i hedh gjitha në tryezë. Vë gjithçka në dyshim. Vë gjithçka në dyshim dhe publiku është mbi të gjitha është dyshues. Megjithatë e përsëris, për sa kohë që s'ka prova, është spekulim të thuash që ishte staged, pra e inskenuar. Unë kam përshtypjen se më e rëndësishme se sa vetë ngjarja është konteksti në të cilin ndodh ngjarja. Pra, nga vim te ky incident i rënd dhe çfarë mund të prodhoj më pas. Vim në momentin kur Amerika është më e polarizuar nga pikpamja politike dhe sociale se sa kurrë. Një polarizimit të madh politik që shkaktuan zgjedhjet dhe gjuha flakvënse e presidentit ri Trump sa po u fut në Shtëpinë e Bardhë, kujtoj qysh në fjalimin inaugurus në Capitol Hill, fjalët e tij ishin domethënë dukej që do t'i hidhte shumë benzin mbi zjarrin që po digjej. Po zjarri ishte ama duhet të, ëh? Po ishte, patjetër. Ishte zjarri se ti kujtove me drejt që ishte në Washington 6 janar dhe mjafton të thuash 6 janar, apo jo. Pra,
skena të pabesueshme. Presidenca e Donald Trump është një presidencë e cila Amerikën e ka polarizuar skajshëm. Në qoftë se brenda kësaj fusim edhe një jo për balans, por duhet të ka dhe një fakt. Okej, ka pas dhe incidente me kongresmen të demokrat. Por duhet të thënë që me armë është goditur vetëm Trump. Po, patjetër. Pra ka pasur në shpinën e Nancy Pelozit, sigurisht u godit ka patur dhe një kryetare bashkie të tjerë, por e biseduam para emisionit janë duhet thënë që ndaj Trump është të ndarë, pra le të themi është të ndarë nga krau tjetër. Janë të paktën 11 në historinë e Amerikës incidentet e dështuara ndaj presidentëve. Pra varet nga vendimarrja ndonjë, vendimarrja e vështira. Plus 4 tentativa që kanë përfunduar. përfunduar. Lincolnin është goditur ditën që firmosi dhënien fund sklavërisë, pra le të themi. Në mesin e shfaqje teatrale dhe ishte John Wilkes Booth, i cili dihet që ishte ishte pro-sklavërisë. Ishte pro-sklavërisë, ishte pro-britanikë e tjerë, kishte të gjitha. Lincoln nuk ishte retoriktash, por mori një vendim shumë të vështirë. Ndërkohë, ajo që ne shohim sot, siç po thoja, është një Amerikë e polarizuar skajshëm politikisht, por pas fillimit luftës me Iranin dhe sidomos dhe pas politikës tarifave ku Trump në të njëjtën kohë, dhe kjo është, mendoj unë, një gjë krejtësisht e qartur dhe e pa logjikshme, në të njëjtën kohë u prish me Kanadan, Meksikën, 2 fqinjet kryesorë, me të gjithë Evropën, në tërësi, me Kinën, Japoninë, Korenë e Jugut dhe Indinë. Pra, këtu flasim për përçarjen e brendshme njerëz, ajo jashtë, okay. Sokol, çdo politik globale e Amerikës prodhon pasojat brendshme dhe unë po citoja fiks një pasojë të tillë brendshme që vjen me politikën e tij ekonomike, me tarifat dhe me luftën e Iranit, e cila i ka çuar çmimet dhe ka nxitur inflacionin. Se në Amerikë ti e di që fetishi, domethënë objekti që ata kanë fetish është pika e furnizimit të makinës me karburant. Aty fillon, aty mbaron. Pra, kontekstin e cilin ndodh. Se jetojnë në makinë, se për shkak distancave. Jo, po, dëgjoj, makina është një metaforë, sepse jo, s'është metaforë, aty është konkrete fare. Ajo është simbol është energjia. Dhe shtrëngtimi i energjisë shtrëngton gjithçka. Sigurisht. Në Amerikë sot ne kemi njerëz, pyesim, shohim, lexojmë, çmimet kanë shkuar janë maramantse. Pra, publiku amerikan ndjehet keq ekonomikisht. Ndjehej dhe ndjehet sërish keq për shkak kësaj përçarje të madhe mes magës dhe pjesës tjetër, e cila është një kacafytje jo vetëm ideologjike, por edhe elektorale etj. Shumë shtete po rishkruajnë rregullat e ndarjes së zonave elektorale për të marrë më shumë vende, që nisi me Georgian, që gjykata e hodhi poshtë. E nisi dhe e vazhdoi me Texasin. Po vazhdon dhe demokratët, patjetër, ata u përgjigjen me Kaliforninë, u përgjigjen me shumë shtete pastaj të Midwestit, me New Yorkun, po. Pra, situata në Amerikë është e tillë që natyrisht nuk justifikon që çdo vit, çdo 6 muaj të vrasësh presidentin, por që është një situatë shumë e skajshme, kjo s'ka diskutim. Emilio, me ty pastaj me psikologën. Më bëri përshtypje fakti që kësaj radhe nuk kemi një deranged man, nuk kemi një person që s'është mirë nga trup, nuk kemi një person, veteran lufte, nuk kemi një person të pakicave, kemi një person super normal, një student shkëlqyer dhe me një master shkëlqyer, sot pedagog, ka një nga pikpamja politike, s'kishte një donacion i vogël, $25 për Kamala Harris. Normale në Amerikë, është një gjë e jashtëzakonshme. Kishte sigurisht një lloj statusi ku ai themi i bënte gjyqjen presidentit Trump. Megjithatë, ajo që më bëri përshtypje është fakti që po i fjalë për një person super normal, pas lloj precedenti në të shkuar. Nuk mund të adresoj as edhe një arsye tjetër përveç ato që u tha edhe nga zoti Mingjozi, ai që është polariteti që nuk është vetëm në një shtresë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.